Për kujtimi 2 prillit 1991, vrasja e 4 dëshmorëve të demokracisë në qytetin e Shkodrës, ngjarje shënuar 35 vjet më parë, u përkujtua edhe nga përfaqësues të Bashkisë së Shkodrës. Nënkryetari i këtij institucioni, së bashku me përfaqësuesin e Këshillit Bashkiak, vendosën kurora me lule në memorialin e 2 prillit, duke ndëruar këtë ditë. Por ky gjest i socialistëve të Bashkisë së Shkodrës nuk është mirëpritur nga demokratët. Selami Hoxha, një prej anëtarëve të kësaj force politike, vetëm pak minuta më vonë i mori kurorat duke i hedhur disa metra më tutje, me pretendimin se përfaqësuesit socialist nuk mund të vendosin kurora pasi janë pasardhës të komunizmit, regjimi i cili vrau 4 dëshmorët, Arben Brocin, Nazmi Kureziun, Bujar Bishanakun dhe Besnik Cekën. Pasedjes së kurorave, punonësit e shërbimeve të bashkisë u përkujdesën për t'i marrë duke i sistemuar në një tjetër vend. Kjo është një situatë që përsëritet sa herë që socialistët vendosin kurora me lule pranë memorialit të 2 prillit, gjest që ka nisur që prej ardhjes në krye të bashkisë së Benet Becit.